për njerëzit e punës, për njerëzit e ndershëm, nuk ka sy, nuk ka vesh, nuk ka goj, po ka vetëm duar për të vjedhur, jo duar për të dhënë, duar për të vjedhur hakun e punës, për të vjedhur pensionet, për të vjedhur të drejtat elementare. Prandaj ne na duhet bashkohemi që të kërkojmë mbrapsht gjithçka që na takon. Përpara 2 vitesh e gjysmë ka rritur me 100%, si në asnjë vend të botës, si në asnjë kohë të historisë njerëzimit, pagat e veta. Kuvendi i Shqipërisë me konsensus 100%, me votat e Edi Ramës dhe Sali Berishës, kanë rritur me 100% pagat e deputetëve, pagat e ministrave, pagën e kryeministrit, pagën e presidentit të Republikës. Këta parti, PS dhe PD, kanë arritur prap një konsensus ditë e fundit, prap 100%, duan të rishkruajnë kodin zgjedhor, sepse kanë frika Lëvizja Bashk, kanë frika një parti e re dhe fuqishme si Lëvizja Bashk, dhe kujtojnë shkretët se nëpërmjet sajesave ligjore do të na përjashtojnë nga jeta parlamentare e vendit. Mirë po unë shoh për ditë që ne të gjithë bashkë, Lëvizja Bashk, fuqizohet aq shumë sa që s'do të ketë pengesë që ne të marrim pjesë në jetën parlamentare dhe përfaqësojmë me dinjitet interesat e popullit shqiptar. Ky parlament që rriti 100% rrogat e veta, në tetor, qeveria që ka dalë nga ky parlament i ka rritur pensionet këtë vit 2.5%, 10 2.4%, një vit të parë 2 apo 3%. Pra për veten e tyre 100% rritje pagash, për veten e tyre pensione speciale, për veten e tyre vite të tëra rrogë edhe kur të jenë deputet, për pensionistët në 3 vitet e fundit kjo qeveri i ka rritur pensionet me më pak se 10%. Ky fenomen ka vetëm një emër, kjo është trasti. Këta janë trastar të popullit shqiptar, këta janë trastar të pensionistëve, këta janë trastar të punëtorëve, këta janë trastar të stresësve, këta janë trastar të bujshve, këta janë trastar të sipërmarrësve të ndershëm, dhe trastarët nuk e kanë vendin parlament, trastarët e kanë vendin në burg. Lëvizja Bashk ka vite që merret me çështjen e pensioneve, aq sa nganjëherë ndonjëri mund edhe të na paragjykojë duke na thënë, po nuk ka njerëz tjerë në Shqipëri vetëm pensionistë. Unë jam shumë i gëzuar që sot ka shumë pensionistë, po ka dhe qytetarë të moshave dhe të profesioneve të ndryshme, sepse kjo nuk është vetëm për pensionet. Kjo protest nuk është vetëm për pensionistët, sepse pensionet janë lyja ku lidhen të gjitha fijet e ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare. Sepse nuk mund të ketë pensione dinjitoze aty ku shteti vjedh, dhe na e thot vetë shteti, institucionet e shtetit. Kontrolli lart shtetit na thonë që 1 miliard euro, jo 1 miliard lekë, po 1 miliard euro vidhen dhe shpërdorohen çdo vit nga kjo qeveri dhe nga këto institucione. Këta të korruptuar nuk mund të kenë para për pensionistët dhe për tjerët, sepse nuk del edhe për të vjedhur, edhe për të shërbyer qytetarëve. Çështja e pensioneve lidhet fort me informalitetin punë. Në Shqipëri, 1 në 2 punëtor është akoma në të zezë, do mbes pa pension nesër dhe sot nuk kontribon për pensionet e pensionistëve të sotëm. Shqipëria ka një plagë të madhe, që është emigracioni, po pavarësisht e 50.000, 60.000 shqiptarë të rinj ikin nga Shqipëria prap se prap. Shkalla e papunësisë zyrtare mbetet 10%, me mira ikin shqiptarët e megjithëse jemi më pak, prap nuk ka vende pune për ata që duan të punojnë. Çështja e pensioneve lidhet fort me nivelin e pagave. Sa më keq të paguen ata që punojnë, punëtorët e krahut dhe të mendjes,
aq më pak kontribojnë për sigurime shoqërore, aq më të ulta janë pensionet e sotme, aq më të ulta do mbeten pensionet e nesërme. Prandaj kjo nuk është luftë vetëm për pensionet dhe pensionistët, por edhe për punëtorët. Por jo vetëm për punëtorët, është edhe për shtresën e mesme, për të gjithë ata njerëz të arsimuar që sot me familjet e tyre të reja, çiftet e reja sot në Shqipëri nuk kanë 1 apo 2 fëmijë, po kanë 6 fëmijë, se përveç fëmijëve tyre kanë edhe prindrit që duhet t'i mbajnë me lekë, se përndryshe prindrit do vdesin urije. Sot çiftet e reja, sidomos çiftet e shtresës mesme, mbajnë 6 veta në jetë. Po qofse fëmijët e tyre janë të vegjël, dhe sigurisht që do t'i mbajnë, prindët e tyre kanë punuar 40 vjet dhe ky paloshtet nuk u jep pensione dinjitoze. Ky paloshtet thot që për 40 vite punë ti meriton 100.000 lekë pension. Këta që marrin 3 milione, 4 milione, 5 milion lekë rrogë kanë pa fytyrsin t'ju thonë mbyllni gojën me 100.000 lekë. Ne kërkojmë gjithashtu vendosjen e standardit minimumit jetik si bazë edhe për paga dhe për të ardhurat familjare, edhe për ndihmën ekonomike dhe për pensionin minimal. Po ne kërkojmë nga ana tjetër që të gjithë qytetarët në Tiranë dhe në Shqipëri të kenë kushte dinjitoze jetese. Shikojeni qytetin ton nga këndvështrimi njeriu të thjeshtë, jo ka këndvështrimi i bosave, jo ka këndvështrimi i oligarkëve, jo ka këndvështrimi i pushtetarëve të korruptuar. Për ta Tirana është parajs, sepse është minjer ari, është minjer ku nëpërmjet pastrimit parave dhe korrupsionit ata bën miliarda. Po shikojeni qytetin nga këndvështrimi i një qytetari të thjeshtë, i një qytetari që në vend të parkut i përplasin betonin, në vend të trotuarit i vendosin trafikun, në vend të ajrit pastër i japin ndotjen, në vend të shëndetit i japin korrupsionin. Tirana është bërë një lloj si gjithë Shqipëria një vend i pajetueshëm, sepse kemi në krye njerëz që nuk janë më njerëz. Unë sot para se të vija këtu, isha në mësim dhe po mësoja studentëve të mi mbi Aristotelin, filozofin e madh të antikitetit. Aristoteli thoshte që në qytet si gjithë tjerët nuk ka vend vetëm për 2 lloje speciesh, vetëm për perëndit dhe për përbindshët. Këta që na qeverisin sigurisht nuk janë perëndit. Këta që na qeverisin janë përbindshë. Prandaj e trajtojnë qytetin dhe qytetarët i trajtojnë siç trajton përbindësi prenë vet. Ne nuk duhet jemi më preja e tyre, ne nuk duhet jemi më viktimat e tyre, ne duhet jemi ndëshkuesit e tyre. Ju falenderoj shumë.